E pra të dashur miqtë e mi, pranë jush do të sjell një rrëfim jete që e ka shkruar një zotëri. Bëhet fjalë për një rrëfim tepër të ndjerë, për një rast që në fakt na duket e pa imagjinueshme kur e dëgjojmë, por ka familje që përjetojnë ndjesi të këtilla. Vëllau ja ka marrë gruan, do me thënë kjo grua ka shkuar me vëllaun e burrit të saj. Nuk e kisha menduar kur që dhimbja më e madhe në jetë nuk do të më vinte nga një armik, por nga gjaku im. Gjithmonë kam besuar se familja është vendi ku njeriu e gjen strehën, ku e gjen besimin, ku e gjen edhe mbështetjen. Por një ditë e kuptova se ndonjëherë plagët më të thella hapen pikërisht nga ata që i kem më pranë në jetë. Unë u rita në një familje të thjeshtë. Ishim 2 vëllezër dhe gjithmonë na kishin mësuar të ishim të bashkuar. Prindërit na thoshin shpesh, në këtë botë, kur të gjithë ta kthejnë shpinën, vëllau është ai që duhet të qëndroj pranë. Dhe unë në të vërtetë e besoja këtë gjë me gjithë zemër. Vëllau im ishte më i vogël se unë, që kur ishim fëmijë e mbroja nga gjithçka. Në shkollë, në rrugë e në çdo vend. Nëse dikush i thoshte tim vllaut një fjalë të keqe, unë isha i pari që dilja përpara. Për mua ai nuk ishte vetëm vëlla, ishte një pjesë e shpirtit tim. Vitet kaluan dhe secili filloi të ndërtonte jetën e vet. Unë u martova me një gruaj që mendoja se ishte njeriu i duhur në jetë për mua. Kur e pash për herë të parë, mendova se Zoti më kishte dhënë një dhuratë. Ishte e qetë, ishte e sjellshme dhe dukej sikur më kuptonte pa folur shumë. Dasma e jon ishte e thjeshtë, por plot me gëzim. Familja ishte shumë e bashkuar. Të gjithë festonin. Vëllai im ishte ndër më të lumturit atë ditë. Ai më përqafoi edhe më tha: "Ti e meriton këtë lumturi." Nuk e di atëherë se sa e hidhur do të bëhej ajo fjali një ditë. Pas martesës, vëllai im filloi të vinte shpesh në shtëpinë tonë. Për mua kjo gjë ishte shumë normale, sepse vinte vllau tek vllau. Ai ishte vëllau im. Dera ime ishte gjithmonë e hapur për të. Ne hanim bashk, pinim kafe dhe bënim shakat si dikur. Gruaja ime gjithashtu sillej shumë mirë me ta. Ata flisnin shpesh, qeshnin dhe ndonjëherë kujtonin historitë nga jeta e tyre. Unë realisht nuk dyshoja për asnjë gjë. Në mendjen time nuk kishte vend për dyshim. Si mund të dyshoja tek vëllau im? Por me kalimin e kohës filluan disa gjëra të më dukeshin tepër të çuditshme. Ndonjëherë kur hyja në dhomë, ata heshnin papritur, ose ndalonin bisedën dhe ndryshonin temë. Në fillim mendova se ishte vetëm në kokën time. I thash vetes, mos u bëj paranojak. Janë familja jote. Por ndjenja brenda meje nuk më linte të qetë. Një natë u ktheva në shtëpi më herët se zakonisht. Dera ishte mbyllur, por brenda kishte dritë.
Kur hyra, ndjeva një heshtje të rëndë në ajër. Nuk e pash realisht askën në salon. Pastaj dëgjova zëra nga dhoma tjetër. Kur e hapa derën, pash diçka që mua ma theu zemrën. Në një mënyrë që nuk mund ta përshkruaj as pak me fjalë. Gruaja ime dhe vllau im, në atë moment ndjeva si kur toka u hap në këmbët e mia. Nuk ishte vetëm tradhtia e gruas që më goditi, ishte edhe tradhtia e vëllaut në të njëjtën kohë. Njeriut që unë e kisha mbrojtur gjatë gjithë jetës, ata mbetën të ngrirë kur më panë. Askush nuk foli për disa sekonda. Ishte një heshtje që dukej si kur zgjati një jetë të tërë. Unë nuk bërtita, nuk bëra skena, vetëm i pash në sy. Në sytë e tyre nuk kishte turp, pash frikë dhe një të vërtet që tash më ishte shumë e qartë. Gruaja ime u përpoq të fliste, të më shpjegonte diçka, por unë nuk mund të dëgjoja më. Fjalët e saj më dukeshin si zhurmë e largët. Vëllau ime uli kokën. Ai nuk kishte guximin që të më shikonte drejt në sy. Aty e kuptova se disa gjëra nuk thyhen vetëm një herë. Ato shkatërrohen në mënyrë të pakthyeshme. Atë natë dola nga shtëpia pa thënë asnjë fjalë. Ecja në rrugë pa e ditur se ku po shkoja. Mendja ime ishte një rëmuj emocionesh. Dhimbje, zemërim dhe zhgënjim. Por mbi të gjitha ishte një boshllëk. Ditët që pasuan ishin ndër më të vështira të jetës time. Familja mori gjithçka vesh. Shtëpia jonë që dikur ishte plot zëra dhe gëzim, u mbush me heshtje dhe me turp. Vëllau im u largua nga shtëpia e prindërve, ndërsa gruaja ime gjithashtu iku. Në fund mbeta vetëm, duke mbledhur copat e një jete që nuk ishte më ajo që unë kisha ndërtuar. Njerëzit më thoshin koha shëron gjithçka. Por ata nuk e kuptonin se disa plak nuk shërohen plotësisht. Ato vetëm mësojnë të jetojnë brenda teje. Sot kanë kaluar vite nga ajo ngjarje. Nuk flas me vëllain tim, nuk e kam parë prej kohësh. Ndonjëherë pyes veten nëse edhe ai e ndjen peshën e asaj që bëri. Ndoshta po, por ndoshta edhe jo. Por një gjë e kam kuptuar, tradhtia nga një huaj dhëmb, por tradhtia nga gjaku yt të ndryshon përgjithmonë. Megjithatë jeta vazhdon. Edhe pse zemra ime është plagosur, kam mësuar një mësim të madh. Besimi është gjëja më e shtrenjtë që mund t'i japësh dikujt.